Tani, edhe një herë, e nderuar zonjë, mos ngatroni skemën e kompensimit të fermerëve për TVSH-n e paguar për prodhimin e tyre, pra të inputeve bujqësore, dhe më lejoni që t'ju them që ne nuk kemi TVSH flet 10% për inputet bujqësore. Sepse ne kemi edhe 20% TVSH për naftën, që është një input bujqësor. Ne kemi TVSH 20% edhe për energjinë elektrike që përdoret sot për në sera. Dhe është po prap input bujqësor sepse përdoret atje brenda, etj me radhë. Kemi TVSH 20% edhe për gazin, për serat që janë me ngrohje me gaz e kështu me radhë. Pra ne nuk kemi TVSH të unifikuar për çdo input që përdoret për prodhimin bujqësor. Ju nuk kemi. E keni unifikuar ju në 10%? Okej, shumë mirë keni bërë, kompensoni. Biles keni bërë një gjë më të mirë që nuk kompensoni vlerën e faturave të inputeve bujqësore. Dhe kjo do ishte një gjë akoma më e mirë, pse se do fuse në kushtet e formalizimit të gjitha inputet bujqësore, por e keni çuar tek xhiro ke vlera e faturës shumë mirë, se do çoni pak më shumë lek. Por ama, keni atë kufizimin këtu, ke skema e kompensimit, keni kufizimin e fortë për cilin foli zoti Bos dhe për cilin fola unë. Po nxirrni jashtë tregjet që sot ekzistojnë, tregje publike që sot ekzistojnë në territorin e Shqipërisë. Po i nxirrni jashtë. Po nxirrni jashtë kompensimit prodhuesin që kërkon të shes vetë produktin e tij. Në këto tregje të ligjëruara që janë në të gjithë Shqipërinë. Ndërkohë që pjesa tjetër për të cilën po flasim, prej vitit 2018 është tjetër gjë. Shumë mirë që jep kompensim ti fermerit, por më rregullon TVSH-n mua grumbulluesin. Më rregullon mua TVSH-n. Sepse s'kam asnjë interes të blej brenda vendit. A e kuptoni që ka sot përpunues që po shkojnë po e marrin karrotën jo në Divjak, po e marrin në Turqi, se është më lirë se sa në Divjak? E kuptoni këtë gjë? Bashkë me transportin brenda. Bashkë me doganën e paguar, bashkë me TVSH-n e paguar në doganë. Të gjitha bashkë. Është më lirë se sa ta blesh në Divjak karrotën. Pra janë dy gjëra komplet të ndryshme, të cilat nuk duhen ngaturuar, sepse kjo ngatres në harkun e 5 viteve, ka sjellë këtë pasojë që ne kemi sot. Ka që thjesht është gjëja. Dhe do ju lutesha shumë, kur ja spjegoni dhe udhëheqësve tuaj, ma dëgjoj pak lutem drejtoresh, kur ja spjegoni këtë gjë dhe udhëheqësve tuaj, do ju lutesha shumë të mos t'i ngatroni kompensimin me normën e tatimit mbi vlerën e shtuar në transakcione brenda vendit. Mos i ngatroni më, se ndodh pastaj që shkon në Shkodër dhe të çohet tjetri atje përballë dhe të thot po atë pse se bën. Dakor? Ja, ky është problemi. Faleminderit. Faleminderit, zoti Çaj. Atëherë, zonja kryetare, për dijeni, jam antar i këtij komisioni. Nuk e dini. Antar zëvendësues, po e kanë e kishte fjalën zoti Braçë që është antar. Jo, ju informova ju, antar unë, antar. Jo, jeni antar zëvendësues. Ja, po sepse ndërkohë ka ai antari i përhershëm fjalën më përpara se sa ju. Kjo, po natyrisht e kishte kërkuar zoti Braçë dhe e ka përpara. Okej. Tani të merremi me thelbin se këto janë gjëra që unë e kuptoj që ju nuk jeni shumë të lumtur kur unë vi në këtë komision. Tani unë nuk e kuptoj pse i bëjmë gjërat kaq të vështira për të kuptuar kur janë shumë të thjeshta. Pse kushton më pak ta importosh produktin nga jashtë se sa në Shqipëri? Sepse shtetet e huaja subvencionojnë fermerët e tyre. U japin para. Për çdo kilogram të prodhuar, ju japin para. Është shumë e thjeshtë. Kjo është arsyeja. Çfarë tani diskutojmë jo TVSH-ja? U japin para apo jo më thënë? Ja. U japin para se kanë fajin ato. Ato kanë fajet të tjera për atë punë, jam i bindur unë se pjesë administratës, nuk e them unë, e thot Departamenti Amerikan i Shtetit që administrata është e zhytur në korrupsion. Por në këtë rast nuk kanë faj ato, nëse çmimi nga jashtë është më i ulët. Faji është
sepse vin nga fakti, buron nga fakti, që ato pak para që kemi, ato pak para që ka shteti shqiptar, një pjesë e mirë vidhen. Nëse tuneli Llogaras nuk do ishte ndërtuar, nuk do kishim harxuar 170 milion, 190 milion euro, po do kishim harxuar 140 milion euro, do kishim 50 milion euro. 50 milion euro që mund t'ja jepni fermerëve, me që ju jeni kaq të shqetësuar për fermerët, dhe vini duart në kokë dhe i kërkoni llogari atyre. Çfarë do bëjnë ato? Marrin llogari, i bëjnë, ato janë numrat. Çfarë ti bësh? Nuk e çfarë ti bësh? 50 milion euro, po flas vetëm për një tender. Nuk po flas për incineratorën e Tiranës. Nuk po flas për të gjitha PPP që keni bërë. Është shumë e thjeshtë. 2 orë që diskutoni për gjëra që janë të rëndësishme, duan bërë të thjeshta. Por thelbi është që parat që duhet shkojnë te fermerët vidhen nga majoranca juaj. Çan këto diskutime? Këto diskutime bëjni në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, kur mlidhni forumet e Partisë Socialiste, diskutoni me njëri tjetrin. Ky është teatër. Ky është teatër. Nëse nuk ju pëlqen projekt ligji, mos e votoni. Nëse u amban. Çan këto diskutime 3 orë këtu. Dhe me qëra fjala, zonja kryetare. Tani unë kuptova që unë nuk që nga antar si gjithë të tjerët. Antar i zënësues nuk është antar si gjithë të tjerët. Kështu është, nuk jam si gjithë të tjerët. Dakor. Ju nuk i keni ndjekur fare punimet e këtij komisioni. Neve jemi duke diskutuar paketën fiskale nem për nende në tërësi. Në diskutimin në parim që u bë paketës fiskale, ju nuk keni qenë fare i ulur këtu. Që kështu këto antarë të këtij komisionit, më fal ta mbaroj. Unë nuk ju ndërpreva asnjëherë, vetëm po, dhe kanë të drejtën të marrin fjalën përpara jush për të kuptuar si do funksionojë kjo paketë fiskale. Që kështu bëni durim të prisni radhën. Nga buron kjo, bëni durim të prisni radhën, që kështu kjo është e para. E dyta, në qoftë se keni gjëra që lidhen me këtë renditje, do ishte mirë që të bënit më aktiv dhe mos e quanit veten ju për neve, se në këtë rast nuk e të bën veten antar të komisionit, po na drejtohesh ju. Dhe vetë e përjashton veten nga antarësia në këtë komision. Dhe prandaj është mirë që kur ulesh këtu me ne, të ndjekësh procedurën që ka komisioni. Do ishte shumë e udhës të punojë me procedurën e komisionit. Prandaj po ju them që nuk jeni antar si gjithë të tjerët, jeni zëvendësues, nuk keni marrë pjesë në seancat paraprake për diskutim. Ne kemi bërë dhe gjitha me grupet e interesit dhe kemi lexuar gjithë raportet e komisioneve. Ju asnjëra nga këto s'keni bërë me ne. Mund të keni bërë për hesapin tuaj, po me ne asnjëherë, që kështu fjalën e keni mbasi të sqarojmë ne që po punojmë për këtë gjë. Në qoftë se jam e qartë unë. Tani zoti Brashi. Jo, s'kam mbaruar, zonja kryetare, më ndërpret fjalën. Tani ju mendoni se nuk të jemi në shkollë ose në një kopësht dhe ju mbani mungesat dhe thoni kush ka ardhur më shumë, do flasim më shumë. Ju lutem zonja kryetare, mos e bëni këtë komision qesharak më shumë se ç'është. Nuk janë mungesat, tani flasim, qetëso. Jo, nuk po flasim me kryetarin, qetëso. Atë 5 minuta pushim.